Kemi luftuar gjithë këto vite për barazinë mes grave dhe burrave dhe jemi shumë të lumtura në fakt ne si gra që shumë gjëra po plotësohen edhe gradualisht njerëzit, shoqëritë po emancipohen edhe me forcën e gruas, të ndërkohë edhe gratë, si thua, tashmë janë më të lira në shumë vende të botës, në të gjitha që të bëjnë karrierën që duan, të bëjnë zgjedhjet që duan. Por ka edhe një anë të errët, do thoja unë, të kësaj pjese që është, nëse dikur ne ankoheshim se ishim të mbajtura, tani ka shumë gra që po mbajnë të gjithë shtëpinë. Dhe kur them të gjithë shtëpinë, realisht jo vetëm financiarisht, por e mbajnë atë edhe me detyrat e përditshme që kanë pas gratë historikisht. Unë Jona këtë temë kam shumë për zemër dhe po mendoja sa po bëja një llogaritje të gjithë njerëzve që njoh, të gjithë grave që kam rrotull meja. Dhe sipas llogaritjes sime, të shoqeve, të familjarëve, të grave me të cilat punoj, 90% e tyre mbajnë veten totalisht. Pra, në 90% ato që janë në familje bëjnë më shumë lek se burrat e tyre. E kam kryesisht për gratë të cilat kanë biznese, të cilat unë i frekuentoj, qoftë dyqane, biznese parukerie, pra çdo gjë. Ato mbajnë, edhe sot që isha në parukeri dhe po e diskutoja këtë temë dhe madje tha njëra që unë nuk doja të festoja 8 marsin sepse thash kjo është ditë grash dhe unë jam burr. Sepse mbajta praktikisht familjen. Kështu që tema diskutimi i grave breadwinners, i grave që fitojnë më shumë lek, është bërë një diskutim shumë i madh dhe tani madje ekziston dhe një teori që unë nuk do t'i futem thellë, sepse dhe ajo është teori që duhet t'i futesh thellë me fakte, me statistika, por ekziston një teori shumë interesante që thotë ekonomistë botëror interesojnë gratë barazia gjinore, sepse gratë punojnë, paguajnë më pak dhe janë më të qëndrueshme në punë. Përpos që mbajnë dhe familjen. Kështu që kjo lloj lëvizje që është bërë për të mirën tonë, ka teori që thonë është edhe e induktuar nga forca madhore, nuk e di kush janë këto amazonët e shoqërisë, por që kapitalizmi, pra si thuash edhe një dëshirë shumë praktike kapitalizmit që ti heq të gjithë gratë nga shtëpia, ti fus në forcë pune sepse ato janë të tilla. Dhe në fakt gratë vazhdojnë paguhen më pak, por që paguhen. Edhe pse paguhen më pak se burrat, shumë gra tani po e shohin veten si gra që mbajnë shtëpitë. Mbajnë çdo gjë. Efekti duket tek marrëdhëniet. Te Fuqizimit të grave. Ose lirisë që ato kanë marrë edhe jashtë shtëpisë ose e kanë zgjeruar zonën e tyre të veprimit nga shtëpia dhe në punë. Por kjo jep disa efekte dhe në marrëdhënie. Për të cilat ne do flasim sot edhe kam disa statistika që janë në fakt goxha dramatike për ndikimin e ekonomisë, ndikimin e fuqizimit të gruas financiarisht edhe në martesë, ndërkohë sot kemi 3 histori të lënë pamend, domethënë edhe me gjithë ato sakrificat që kanë bërë gratë. E para është si për Marsi që prej 4 vitesh mban gjithçka dhe ndërkohë burri nuk punon fare. Historia e dytë është një martesë 25 vjeçare ku gruaja ka mbajtur të gjithë familjen, të gjitha aspektet dhe burri që ka një punë 8-4 ka mbajtur vetëm veten e tij dhe nuk do të kontribuoj fare në familje. Dhe historia e tretë është një histori goxha e rëndë, por që gruaja ka filluar që ta shoh ndryshe. Tani ajo punon 4 punë dhe thot unë nuk ndihem më grua, ndihem bankomat, mban të shoqin, mban edhe familjen e vet. Asnjë fustan thot nuk blej për veten. Edhe kjo është histori e shumë grave në fakt. Mandi kalojnë, ka dhe studime të tilla që gratë nuk blejnë dot më asgjë për veten sepse i përkushtohen totalisht familjes. Nuk e di çfarë po ndodh dhe nuk e di se ku do shkojmë dhe çfarë pasojash ka kjo. Nga një anë shiqyr që punojmë, nga ana tjetër se nuk po bashkëpunojmë dot me bashkëshortët. Kemi Anisën, është historia e parë. Anisa është 31 vjeç si për Marsa dhe që mban çdo gjë vetëm. I shoqi nisi me dashuri, një histori dashurie e bukur me 2-3 vjet diferencë, si fillim ishin të dy të 20-tat, nuk kishin bërë llogaritje financash, siç nuk bëjnë dhe shumë çifte që njihen në të 20-tat. Dhe pastaj filloi që ajo punonte, ai u tërhoq, ai ishte i motivuar në fillim, pastaj la pas dore, u tërhoq nga puna dhe arritu dhe në kriza ku nuk kishin lek as për autobus. Domethënë në ca momente. Edhe kjo dhe biznesi nuk është i lehtë, se kur thua ke biznes nuk janë milioner, me shpesh të dalin aq sa për të mbajtur stafin dhe një gjë e vogël për vete. Dhe kështu që është një përpjekje të vazhdueshme. Anisa? Po, siç e përmende, kjo historia jonë vazhdon prej disa vitesh tashmë. Nuk ishte ky plani jonë se si do ta ndërtonim jetën bashkëshortore, familjare. Unë bashkëshortin
me cilin jam martuar, nuk është se e njofta për pak kohë edhe pastaj ne u hodhëm direkt në martesë. Unë e njoh që kur kam qenë 20 vjeç, edhe deri 28, që kam qenë unë 28 e ai në atë kohë 32. Gjithkohës kemi punuar të dy, herë nga një punë, herë një punë po me kohë të zgjatura, dhe ai ka qenë shumë i zoti në punët që bënte. Mësonte shumë shpejt dhe pastaj ngjiste ato shkallët e karrierës, kalonte gjithmonë në një pozicion më të lartë vazhdimisht. Dhe nuk ka qenë ndonjëherë fare as në back of my mind, në mendjen time që do përfundonte kështu. Që tani ai nuk bën më asnjë gjë. Absolutisht asnjë veprimtari që mund të sjellë të ardhura për familjen tonë. Pra, unë një hotbar student, padyshim që në fillim është e justifikuar në lloj mënyre që mos bësh të muhabete, sepse është ajo pjesa e dashurisë. Pastaj të dy ishit në punë dhe ai, siç thua ti, ka qenë paq i përkushtuar mbas punës dhe i zoti. Dhe i zoti, dhe më i zoti se mua, sepse ne të dy kemi pasur punëra në pozicione shitje, sales. High ticket sales. Edhe ai ka qenë shumë i zoti, madje dhe trajnonte të tjerët për këto negociatat, negotiation skills, ka qenë shumë i zoti. Dhe në 2022-shin, me disa kursime, kishim në objektivat tona që të blenim një shtëpi, të cilën me kredi, arritëm të mblidhim këstin e parë të kreditës, 25% dhe të gjitha parat që duheshin për procedura ligjore, noter, real estate, të gjitha. Dhe 2 javë para se ne të hynim në shtëpinë e re, ai vendosi që të tërhiqeshe nga puna, kishte një punë me goxha presion në atë kohë dhe tha që unë dua të bëj diçka remote nga shtëpia, që ka të bëjë me këto marketingu digital. Dhe thash, okay, më duk pak në momenti jo i dur në atë moment, sepse ne të gjithë lekët çfarë kishim i shkrim për të marrë shtëpinë që morëm. Si mendon ti, si erdhi kjo thirrje? Duke qenë se ai që nga ju të dy që jeni edhe në shitje, pra e kuptoni shumë mirë dhe vlerën e lekut dhe vlerën edhe emergjencën e të mos pasurit lek, se shitjet atë kanë, pra duhet jetojnë në emergjencë. Tash në këtë moment që ishte një moment emergjence, sepse ju kishte paguar kredin, çdo gjë që kishit dhe kishit lënë. Pse mendoj se pikërisht në këtë moment ai u nxit që të shkëpuste marrëdhëniet, kishte diçka të sigurt, e kishte të ndërtuar biznesin tjetër? Jo. Nuk kishte asnjë stabilitet ekonomik tek ne. Domethënë, ne ishim në situatë emergjence, por ai puna po punonte nuk është se po ishte shumë mirë me ritme siç kishte qenë, dhe ai mendoi që ishte momenti i duhur për të shkëputur dhe për të punuar nga shtëpia remote, për të krijuar një platformë që ta bënte atë një nomad digital që të jetonte dhe të punonte si të donte. Kjo ishte ideja dhe unë e mbështeta dhe thash, okay, nëse kjo është gjëja që ti do të bësh, nuk do të jesh gjithë jetën i punësuar, edhe pse tani ne akoma të shtëpinë do ta lyejmë, do ta mobilojmë, ishim shumë keq, por nëse kjo është gjëja që do të bësh me idenë që do kalonte disa javë apo maksimumi 2 muaj, edhe ai do stabilizohesh dhe do niste diçka që gjeneronte të ardhura. Por ai vetëm që nuk e bëri këtë, por shumë pozicione të tjera të ngjashme, koordinim, advertisement që mund të bësh me kompani të ndryshme, të gjitha i ka refuzuar dhe pastaj filloi gjithkohës të thoshte që jam i ngarkuar, mua nuk më pëlqen Tirana, do doja të tërhiqesha dhe të jetoja diku në periferi ose në fshat. Kjo jetë nuk është për mua. Anisa, kur ti thoshte të gjitha këto ty, sepse këto nuk kanë lidhje shumë me pjesën e punës. Pra këto ka lidhje ky do diçka e kupton dhe vetë që ky kërkonte diçka tjetër më shumë se sa të gjente një punë përderisa refuzonte. Je ulur e ke bërë ndonjëherë si diskutim këtë pjesën e se çfarë po kërkonte ai realisht, çfarë donte? Kur e pash që pastaj kaluan muaj, u bën vite, që le nuk bëri atë që donte të bënte, por nuk bëri më asgjë tjetër. Dhe situata jonë financiare dhe familjare progresoi, ndryshoi, nuk është se ndetëm gjithmonë ashtu. I thash, okay, nuk bëra atë që doje të bëje, ose ashtu si kishte menduar ti nuk eci, nuk funksionoi, po çfarë do bëjmë tani? What's next? Cili është plani jot tjetër? Asgjë. Zero. Tani, në qoftë se unë e pyes sot atë, pse nuk punon? Çfarë ka? Ke një problem mendor, shëndetit mendor, je në depresion, nuk po gjen dot një punë e cila të përshtatet ty dhe aftësive të tua, ai thjesht nuk e di. Dhe në atë periudhë ai është gjithë ditën në shtëpi. Po, rri gjithë ditën në shtëpi ose shkon në breakdet, praktikon atë sportin e vet që ka qef. Po, është hobi, nuk është punë. Qofse nuk është atje, është në shtëpi. Në fillim, në atë periudhë,
unë mendoja, sepse unë kam qenë high ticket sales, përse edhe gjeneroja shumë të ardhura. Kishte muaje që kur ishte high season që mund të gjeneroja edhe 10.000 euro. Komisione nga shitjet, para 4 vitesh. Edhe mendoja, se dihet rehat, se si të qoftë, faturat nuk ngelen pa paguar, ajo shtëpia që morë me kredi, ajo kredia pra pagueshe nga unë, edhe nuk e ka atë urgjencën për të bërë diçka sa më shpejt, ose për të rishpikur veten. Nuk i pëlqente ai që po bënte diçka tjetër. Por, tashmë unë mendoj që ai ka një bllokim ose ka një problem të shëndetit mendor, një depresion apo nuk e di, sepse gjatë këtyre viteve situata ndryshoi, ne u bëm me fëmijë. Dhe siç dihet, shtatzania të detyron të ndalosh në një moment të caktuar dhe mëmësia dhe të mos punosh me fëmijët të rinj, të mos gjenerosh më të fëmijët të ardhura. Dhe në shumë momente ne kemi prekur jo fundin, po grop, minus. As kjo atë nuk e ka shtyr që të kërkoj diçka dhe të bëj diçka. Ka patur momente që unë jam nxehur, jam frustruar, jam ndjerë shfrytzuar. Dhe i kam thënë që, shiko, kjo nuk është e vërtet që ti s'mundesh të punosh, sepse nëse nuk do isha unë, ti sidoqoftë që ran do ta paguaje në një mënyrë apo në një tjetër. Duhet të ushqehesh, të paguaje taksat e makinës. Nëse nuk do isha unë, ti do ta kishe bërë diçka. Do kishe punuar edhe kamariera, apo edhe do shkarkoje një kamion me mallra, do bëje diçka, sepse është e pamundur që ti të jetoje kështu. Por nga që jam unë, edhe që mbuloj edhe atë deficitin tënd, edhe ti nuk bën më asnjë gjë. Por edhe kur gjërat shkuan shumë keq, edhe unë nuk e mbuloja dot më gropën që financiare që krijuan familjen tonë, ai prapë nuk bëri më asnjë gjë. Dhe kjo nuk ngjan fare me djalin që unë martova. Sonila, kur thua asgjë, ai e para sa jeti jashtë sa punon? Se kuptova që ke një biznes tëndin. Pasi ne morëm shtëpinë, ndodhi që unë ngela shtatzan me herë pas asaj. Dhe u shkëputa gjatë shtatzanisë dhe pasi bëra me fëmijë, edhe e vendosa që nuk mundem dot të mbaj të gjithë shtëpinë si e punësuar dhe ato kursime që kisha mbledhur, e vendosa të investoj në një biznes. Tashmë biznesi merr gjithë kohën time dhe kohën që kam të lirë dhe atë që se kam të lirë e shpik. Jam në zyrë edhe vazhdoj që të drejtoj, të paguaj taksa, të bëj intervista, të punësoj njerëz, të bëj deklarime në shtet. Të sjell të ardhura ky biznes? Ka qenë me hapa të vegjël në fillim, sepse është lloj biznesi që duhet të ngresh një reputacion, një lloj kredibiliteti në fillim, të kesh një website të optimizuar, të kesh review nga njerëzit, dhe nuk është se ka qenë që unë hapa këtë biznes dhe pastaj u bëra milionere direkt, të më thënë mbrana nga qielli. Ka qenë me hapa shumë të ngadalë në fillim dhe kam pasur më shumë shpenzime se sa përfitime, për mos të thënë pak ose zero në fillim. Tashmë është çështje javësh ose muajsh që sepse është dhe high season në këtë periudhë që gjeneroj mjaftueshëm të ardhura sa për mos qenë në alarm. Po nuk mund të them që tashmë e kam në Terezi. Po bashkëshorti kujdeset për shtëpinë? Le të themi që ai është një burrë që rrin në shtëpi tani, siç mund ishte një grua. E bën atë rolin e shtëpisë ndërkohë që ti je në biznes gjithkohës? Ai përpiqet të bëjë sa më shumë dhe sa më mirë që ai di, por unë nuk dua që ai të bëhet zonja e shtëpisë tonë. Sidoqoftë unë i lë atij kohë që të mendohet, të krijoj një ide biznesi, të bëj diçka tjetër përpos të larit pjatave dhe të vendosurit lavatriçeve. Mundohem gjithsesi të bëj një pjesë të punëve të shtëpisë vet, sepse nuk dua që ai të ndihet si inferior, domethënë po i bëj punë të shtëpisë se jam në punë. Prapa i bën ai sa do të bëjë një burr tjetër. Nga e diti që ai do ndihet inferior. Sa e sigurt je ti që kjo që mendon ti është dhe mendimi i tij. Dhe mund mos jetë mendimi që ai thjesht do të rrinë shtëpi dhe të kujdeset për fëmijën dhe i pëlqen. Nëse ai po kujdeset për shtëpinë siç ti the. Ai kujdesin për shtëpinë e bën mirë, madje është baba më i mirë për fëmijën se që jam unë nënë e mirë. Por kjo objektivisht, jo sepse ai ka më shumë kohë. Objektivisht është një prind shumë i mirë. Për shembull, nëse të dielën jemi të dy pushim, asnjëri nuk ka asnjë punë, ai ka më shumë durim, i mëson më shumë gjëra, i flet më shumë. Po nga e di ti që kjo e zburon që je bërë ti burri i shtëpisë. Jo, ai mund ta thot, po nga e di ti që ai ndihet keq. Që e bën këtë. Pra nëse ai po ta thon ndryshe, në rast se ai do ishte grua dhe do kishte këto shenja, do të bënte përshtypje ty një grua që do të rinë në shtëpi, nuk ka dëshirë të punojë, ka dëshirë të rritë dhe të kujdeset për familjen. Do të bënte përshtypje ty kjo narrativ po ta dëgjoja? Do të bënte më pak përshtypje
Por mua tashmë më bën përshtypje jo sepse ai është burr, por sepse unë e njoh versionin edhe të atij para kësaj periudhe. Nuk ka qenë kështu. Ai ka qenë, ke parasysh, një njerëz shumë i mprehtë në shitje. Gjithkohës në telefon, gjithkohës duke kapur një klient në tjetrin, nga një nën kontraktor te tjetri. Nuk ka qenë kështu. Dhe kjo gjëja ishte nuk e di pse ndodhi. Do të thënë, unë mendoj që ai nuk ndihet mirë të bëhet një zonjë shtëpie tashmë, jo sepse është burr, por sepse duke lidhur me karakterin e tij se si ka qenë më parë. Si ta shpjegon ai këtë moment që po kalon? Ai më thotë që kur unë i them pse nuk fillon një punë, edhe nëse nuk është në fushën tënde, më thotë që unë po fillova një punë, e di që do ngecem aty me vite, dhe kjo është e vërteta. Nëse fillon një punë rri 10 vjet, do të që të bëj diçka time, të jetë diçka që do më jap përfitime për gjithë jetën, nuk dua të jem më një punësuar dhe thjesht dua që kur të nis diçka tjetër ta nis fort dhe të investoj me gjithë atje, por nuk po nis asnjë gjë të tillë, asnjë gjë më pak se kjo. Pjesa e heqjes së përgjegjësisë, pra largimi nga përgjegjësia e partnerit që i ka bërë pjesës ekonomike, ka ndikuar ty në nivel tjetër romantik, pra ka ndikuar dhe në dimensione të tjera të marrëdhënies tuaj. Ka ndikuar, më vjen turp t'ju them prindërve që ai nuk punon dhe që unë e mbaj atë. Është e parë që më po i them dikush që realisht ai nuk punon. Kur më pyesin njerëzit, për shembull prindërit e mi, kam thënë që bën një punë online, ose shoqëria, ose njerëzit e afërt, madje as prindërve ta di. Pse ke frikë që ata ta marrin vesh? Jo, nuk kam frikë, më vjen turp. Kjo është e vërteta, më vjen turp. Pse ke turp? E ke parasysh si i burr që e mban gruaja? Nuk është vetëm që unë mbuloj gjitha shpenzimet e shtëpisë, kredi, qira, ujë, trita, fëmia, smuret, çrohet, gjithçka, edhe gjërat e kujdesit personal të atij, kafe, cigare, gjithçka. Ty të duket sikur atij nuk i bën përshtypje kjo gjë? Këtë nuk e di. Por unë nuk dua që ai edhe në jetën e përditshme, në përditshmëri të varet nga mua. Nuk dua që ai të çohet në mëngjes dhe të më kërkojë mua lekët e paketës cigareve. Nuk dua ta shikoj ashtu. Më duket sikur zvogëlohet si njeri. Po të ardhmen si e shikon ai vet? Me ju ose me veten e vet? I ka pas thënë më përpara që jam lodhur, nuk të mbaj dot më, të lutem bëj vetë diçka, edhe kur situata ka qenë shumë keq. Ka pasur raste që reagon, "Okej, nuk dua më asnjë gjë, as lek për bukë, do bëj si do bëj." Ka pasur raste që reagon, "Okej, ja një ditë do të kthej të gjitha." Ka pasur ditë që thjesht është mërzitur shumë dhe është dashur ditë ta marrë veten. Dhe ma shpif ajo. Nuk dua që, domethënë ma shpif vetja ime si bëhem kur i flas keq. Ka kohë që nuk e pyes më se çfarë do bëj për të ardhmen, sepse ai do thotë diçka evazive të kësaj natyre, dhe të më ngrihen nervat dhe do nxjerr anën time më të keqe. Çfarë i thua ti kur je në anën tënde më të keqe? Nuk të mbaj dot më, po më merret fryma, pse duhet i mbaj unë përgjegjësitë të gjitha? Unë nuk kam rënë dakord me këtë. Ky nuk ka qenë marrëveshja e martesës tonë. Më ke vënë para faktit që unë i kam përgjegjësitë për të gjitha, por unë nuk e kam zgjedhur këtë. Pastaj kur qetësohem, ma shpif ajo që kam thënë, si ja kam thënë. Po përpara se të vinte kjo pjesa e kredisë dhe shumë përgjegjësive tjera ekonomike që juve ju ranë të gjitha bashk, si ishte ai në marrëdhënie më përpara? Ishte ai kontribut të thoje financiarisht? Po. Po, një lloj si mua, pak më i zoti se mua, pak më i shkallët. Nuk qenë asnjëherë një njeri që merr rrogën dhe i prish edhe ble, ku dëgjon gjëra koti, kështu impulsiv, shopping impulsiv, asnjëherë. Të njëjtën gjë, ne ato lekët që bëm për të marrë shtëpinë, atë kështën e parë të kredit, bashkë e mblodhëm. Por e kishte të rëndësishme që të ishte pak më lart se ty në aspekt ekonomik? Jo, fare. Edhe sot ai, përpos faktit që nuk punon, gjithë pjesën tjetër është djali që me cilën jam martuar. Nuk ka as këtë egoizmin pse të bësh ti të kesh biznes, edhe kur më duhet të ndroj 8 aeroporte për 72 orë, është ai që më thotë, "Okej, të çoj unë në aeroport, e mbaj unë vajzën, mos ki me rast, se je ti në shtëpi." Ka vetëm diçka që nuk do të përzihet fare me asnjë gjë që ka të bëjë me punën time. Nuk ka ardhur kur tek ku e kam zyrën, nuk ka ardhur kur të takoj në business partnersat që unë kam, apo njerëzit të cilët punojnë me mua, nuk do fare në mënyrë absolute të përzihet me asnjë gjë që ka të bëjë me punën time. Ke ndonjë ide pse? Ai vetë si natyrë është shumë e tërhequr, shumë e rezervuar, dhe atë gjën që hobin që ka është gjëja më vetmitare në botë që mund të bëjë një njeri në nivel sportiv. Çfarë bën? Është një kështu si alpinistët po në det.
Jo, të peshkoj, ka qef të peshkoj. Është nga ato njerëzit që nuk poston asnjëherë nëpër rrjetet sociale, nuk ka asnjë shok, nuk ka patur kurrë asnjë shok. Nuk ka patur kurrë. Domethënë kurrë asnjëherë në jetë. Nuk njeh njëri që të ma prezantoj dhe të më thotë shoku im. Domethënë kështu nuk harxhon, si po thua, edhe stili jetës që ka nuk është se harxhon, që merr lekët edhe del me. Jo, asnjë vesë nuk ka, vetëm ma thuaj edhe një herë, pyetje, ma thuaj edhe një herë, çfarë të bezdis më shumë, pra ai kujdeset për familjen. Po bëj çik avokat në djallit, ai kujdeset për familjen. Nuk të bezdis ty në punën tënde, nuk të merr telefon thot ku je, ku si je. Nuk harxhon jashtë. Të ka kontribuar në fillimet e tua, keni kontribuar të dy dhe ai ka dhënë po aq shumë. Në një moment caktuar ai u lodh dhe nuk donte. Dhe ndoshta ka zgjatur çik si shumë. Ky është diskutim për ta vazhduar pastaj pak me Jonën. Por ty përveç faktit që ç'a shef ti, që pse s'është ai burri si burri Mirës apo i Albanës apo i Dalinës apo i Jonës. Jo, nuk e krahasoj me burrat e tjerë, nuk janë duhet jetë. Pak e bër, shiko, i bie lapsit çdo familje, se ti thej që kjo nuk është martesa. Martesa në thelb, ti jemi sinqert është në të mirë dhe në të keq, apo ja? Unë kam thënë dhe njerë në intervistë me Alketën. Po, që është dhe një gjë tjetër, që duhet japësh 50 dhe 50 jep tjetri. Se si e jep 50 që në tjetri, varet. Jo gjithmonë financiarisht. Ka ca gra që u konvenon që tjetë ashtu, që në qoftë se janë shumë të zonja dhe Zoti i ka dhënë atë, se si që andar njerëz, jo të gjithë bëjnë lidera kompanishtë, jo të gjithë bëjnë pronar. Shumica njerëzve duhet punojnë, disa duhet plugojnë arën, disa duhet shtrojnë rrugët. Pra duhet jenë dhe këta njerëz në botë. Tani, a ke bërë një listë të gjërave që ç'a benefitesh ka mund nga ai dhe ç'a jo benefiti i madh është fakti që ai nuk punon. Duke hequr fakti që s'të pëlqen ty, që ai s'ka që t'i thuash të tjerëve që pra i faktin e imazhit që keti në kokë se si duhet jetë burri. Ç'a benefitesh ke nga ai kur e rreshton të tëra? Kur patëm ditëlindjen e Gocës nuk kishim lek t'i blinim tort. Ai e ka ditur që gjithmonë që kur ishim të rinj që bënim shaka thosha, qofse të gjithë kanë fobi me rimangat, fobia ime më e madhe është varfëria. Dhe ndodhi pikërisht ne që ditën e ditëlindjes të fëmijës ne nuk kishim lek t'i blinim tort. E kemi festuar pa tort. Edhe ti nuk bën asnjë përpjekje më të vogël për ta ndryshuar. Prit që ta ndryshoj unë. Praktikisht po thotë që nuk është martuar me këtë version të partnerit, është martuar me atë të parë, prandaj nuk e pranon dot. Më tha, nuk mund të blija, do të asnjë dhuratë dhe se s'ka kuptim të marrë lekët e tua dhe të blej ty një dhuratë, është shumë weird. Më shkruajti një letër që më groposi fare çfarë kishte shkruar aty. Dhe që atëherë nuk i kam thënë më gjë fare as, se s'punon as, mos punon. Po ç'a kishte kjo letër? Ti je shumë e zonja, ti do e dalësh, unë jam krenar për ty. Më vjen shumë keq që unë nuk jam aq e fortë sa ty. Domethënë më ngrinte mua dhe ulte veten e vet. Dhe ai unë e dija që ai vetë ishte zgënjur nga vetja e vet. Realisht nuk më pëlqen ta shikoj ashtu. Shiko, burrat e lidhin karrierën me vlerën. Të qenin në punë jep një vlerë, kështu e kanë. Se përmes punës plotësojnë ato mbajtjen e familjes, që është vlera që pret shoqëria që ata ta përmbushin. Por kjo çështje ndikon më shumë në raport mes të dyve si çift. Pra ose kjo përmbysja roleve bën që ato të dalin në sipërfaqe gjëra të tjera, të cilat nuk ishin të përgatitur as njëri dhe as tjetri. Mund të duket si një lloj maske depresioni kjo gjendja e partnerit të Anisës dhe Anisa nga ana tjetër që duhet ta pranojë dhe të përballet me këtë realitet dhe ta mbaj familjen në themi gjallë, duke sforcuar veten në maksimum. Është një mbingarkesë që kthehet ose përplaset me njëri tjetrin. Njëri ka mbingarkesën e përgjegjësive, tjetri ka mbingarkesën e një gjendje emocionale që nuk di se si të dalë. Edhe ne kemi pasur para të fundit në xhep, unë kam thënë, nëse ti ke nevojë për një terapi ose për takuar dikë që mund të ndihmoj, sepse kjo nuk është okay. Hajde ta bëjmë. Dhe ai më ka dhënë 135 arsye pse nuk është në depresion dhe pse kjo është normale dhe sepse ai do ta rregullojë veten e vet. Mua më interesoi momenti kur ka dalë në sipërfaqe kjo pjesa e partnerit që ka hequr dorë nga pjesa e punës. Sepse nga një sukses, le themi, profesional që ai ka pasur me vite, heqja dorë, pra performonte shumë mirë me sa kuptova në punë,
hoqi dorë për të rënë më pas në një lloj ekstremi tjetër që nuk dëshiron më të punojë. Një sukses që zakonisht kur e shikojmë në raste të ngjashme, mund të vijë nga lodhja ekstreme që përjetohet dhe fakti burnout, pra jo lodhja ekstreme që kalohet nga puna, dhe momentin që ti gjen një lloj qetësie, mund të ndodhë një bllokim shumë i madh. Pra ti e di që të presin shumë përgjegjësi. Që fusha ku është ai shitjet që neve mezi, jo seriozisht për të marrë dikë në marketing, na duhen muaj ta gjejmë. Domethënë është shumë e vështirë, nuk ka shumë dhe ti je shumë i mirë në shitje, është shumë e rrallë në Shqipëri, realisht po e them. Që është një fushë shumë stresuese. Atë du ta dua shumë si profesion. Ndryshe nuk e bën dot. Dhe është e çuditshme që për një njeri që peshkon edhe është vetmitar, të jetë shumë i zoti në shitjet është komplet një gjë tjetër. Ta shpjegoj. Në një punë, për ca kohë ne kemi para shumë vitesh, në 2014-ën. Kur sapo ishim një një punë që ka qenë prapë në sales, në këtë fushë kemi punuar bashkë. Ai atje ishte absolut më i miri. Absolut. Po të them më i miri me 600% më shumë se i dyti më i miri. Në një vit e gjysmë që ne kemi punuar, unë nuk e kisha parë kurrë atë të thoshte ndonjëherë dikujt mirëmëngjes ose natën e mirë ose mirupafshim ose të bënte diçka jashtë tavolinës së vet. Madje edhe mua gjatë orarit punës thoshte të lutem flasim te cigare kur të bëjmë një pushim pim në cigare, këtu brenda në punë mos më fal. E di që nuk lidhen shumë me njëri tjetrin sepse njerëzit që janë sales predispozohen që të flasin shumë, të jenë pak charmant. Po ai kështu e ka pasur dhe i funksiononte dhe punëdhënësit i fundit e ka marrë nuk e di sa herë, edhe 2 herë në muaj për t'i thënë, hey, kam një mundësi këtu, kam një klient aty. Pra, shitjet ka nevojë për komunikim. Nuk është e thënë që ti jesh i tillë në jetë, por ti del nga natyra jote totalisht dhe kur je shumë i mirë, të thotë që ke një lloj edhe konsumimi, se nuk është fushë, ajo është një fushë shumë konsumuese, domethënë shumë pak e vazhdojnë. Unë nuk e gjej atë inkompatibil me rolin që ka pasur ose që sikur e sforconte veten e shtrysë për të patur një rendiment të mirë. Sepse ka pasur raste që pronari i kompanisë atinte atë çelësin të shtunën sepse ky kishte një meeting për të bërë shtunën në mëngjes. Edhe shkonte bënte me qefin më të madh mezi priste të vinte e hëna, atë rolin e shijonte pafund. Dhe shijonte deri në atë moment dhe pastaj sikur e preu dikush me thik. Po ndoshta se ka shijuar zemra, se unë mendoj, unë personalisht mendoj që tash se unë nuk mund të vë diagnoza depresioni, nuk është as puna ime, as jona nuk e bën dot në telefonat. Po mendoj që ai që do dashuron një gjë i ha karrige, i ha kolltuku, që do të kthehet. Dhe shpesh njerëzit kthehen jo për lekët se do t'i lek në shtëpi, do të kthej për pasion. Nëse ai ka qenë shumë i zotit e puna vet, ndoshta ka qenë shumë i zotit dhe ka qenë korrektisht shumë i zotit, jo sepse ka dash atë. Prandaj të pyeta, ai ndizen syt për ndonjë gjë që do. Se më shumë se sa shkon na sill lek në shtëpi, ndoshta ai do të motivohet kur i thua ti shko se na duhen lek në shtëpi. Kjo nuk do ta motivoj. Atë do ta motivoj diçka që ai e ndjen veten të zotin për ta bërë. Pra e ndjen veten tamam që ka një lloj vlere. Mund të jetë edhe kjo lloj natyre. Unë jam e bindur që nuk do ketë më ndonjë gjë nga nevoja që ta shtyj atë të ngrihet dhe të bëj diçka, të punoj. Nuk ka. Ne kemi prekur fundin, minusin. Po ta bëj pjesë të kompanisë, më fal, se unë nuk e di se si funksionojnë financat e kompanisë tënde. E di që para ca kohësh kishin ngel pa lek, do thotë që edhe ty ke përpjekjet e tua dhe vështirësitë. Biznesi është i vështirë dhe ka uljet e ngritjet e veta. Po atje për shembull nuk ishte rasti që të përfshiheshit bashkë, un kam shumë mikesha, të cilat janë shumë kanë biznese parukeri të këto dhe i shoh burra që ndihmojnë për shembull me porosit, me furnitorët, me aty nuk e ke menduar që ta përfshish? Atëherë, duke qenë se ai shumë i zot me këto advertisement, me këto marketingu digital, e bën atë pjesën për mua, por nuk do të përfshihet në asnjë moment të jetë pjesë e zyrës, të jetë pjesë e kompanisë në përgjithësi të takoj njerëz të tjerë, nuk do të shoh asnjëri me sy. Po aty ku është i zotit, se nëse ai bën diçka, llogarit që këtë ta bënte dikush me minimumi 60000 lekë në muaj. Edhe ai ta bën. Jam dakord, edhe ai këtë e bën dhe i merr shumë pak kohë, sepse është shumë i shpejtë dhe shumë shkathet në këtë gjë, dhe është një nga të pakta gjëra që shikoj që të ngrihet dhe të hapi kompjuterin që ka pasur. Po e bën 2 herë në javë nga 45 minuta, sa ai optimizon ato fushatat edhe ka. Kuptoj. Ka shumë arsye që e largojnë nga ato që janë depresiv këtë person. Ai çohet thot për këtë gjë. Në shtëpi, kujdes për fëmijën. I merr përgjegjësi pune kur i kërkohet. Pra është shumë larg të qenit një person që e ka humbur totalisht shpresën. Po pra sa ashtu s'do dilte fare, është introvert. Ka diçka tek gratë që fitojnë. Ka një moment nga lodhja thon gjëra që
nuk e ndihmojnë situatën. Sidomos meshkujt që tham bashi ka karrierën e kanë kështu si pjesë e vlerës sepse janë ato providersit kanë qenë në historinë e njerëzimit. Si mund të ulet Anisa? Çfarë lloj pyetjesh të tjera mund t'i bëj përveç këtyre që ja ka bërë deri tani? Pse s'punon? Pse se kjo është si akuzuese dhe ndoshta ai mund të rezistojë ndaj kësaj. Po, Anisa më duket sikur edhe ka këtë aftësinë që të empatizojë shumë me partnerin e vet dhe mendoj ose të paktën edhe mund ta konfirmoj që është ulur dhe mund të ketë folur në nivel emocional për ta pyetur çfarë e shqetëson ose si e shikon jetën e vet në advance, pra në të ardhmen. Nuk mendoj se qëndron vetëm te pjesa e akuzës. Nëse ti ulesh me të, madje është kjo teknika që bëhet në çift, 5-5-5, rregulli 3-5-ave që ti 5 minuta e dëgjon partnerin pa e ndërhyrë, 5 minuta të dëgjon ai ose ajo dhe në fund gjendet një zgjidhje për 5 minuta që i lihen në fund zgjidhjes. Mund të jetë kjo një teknikë që më ndihmon. Por kur kemi një person i cili ka izolim total nga shoqëria, ne këtu do të jemi shumë kujdesshëm se mos ndoshta ky zhvillon disa çështje më të thella se sa ato që duken. Si çfarë për shembull? Depresioni. Po, zhvillohet nga izolimi, por ai ka në natyrë pjesën e të qenit introvert, nuk do thotë që është depresiv, patjetër. Pra, ka një moment i jetës ku suksesi nuk e shijon më, suksesi profesional, e shijon më shumë jeta vetmitare, jeta familjare, i mbyllur. Por ai mirë ka me të vetën, por nuk është mjaftueshme për marrëdhënie në çift, sepse kjo nuk është rënda që kam bërë. Një nga biseda më të vështira të jetës time që kam bërë, ka qenë para pak kohësh, i thash, e gjithmonë e thotë që nuk më pëlqen kjo Tirana, nuk ka një park për fëmijë. Mbase më vonë, nëse bëhet më mirë, largohemi, të tërhiqet akoma më shumë. Aty ku nuk ka këmbrobi. Edhe i thash, mbase nga që ty nuk të pëlqen këtu ku jetojmë, si jetojmë ne, mbase nuk e do këtë jetë, edhe nuk mbase ti realisht nuk do t'ish këtu dhe nuk do të bësh më asnjë përpjekje për këtë jetë që ne jemi. Deri ku kemi ardhur, mbase ne ja dolëm deri në gjysmë bashk. Edhe ti do të shkëputesh komplet dhe të bësh komplet diçka që s'ka lidhje me mua, me jetën që bëjmë, me shtëpinë që kemi, nuk ka nevojë që martesën tonë ta shtrydhim derisa të pikojë urrëti, që ti të lutesh o Zot, inshallah ndodh ndonjë gjë e madhe që unë të shpëtoj nga kjo jetë ku jam, inshallah vdes na njeri, ti që të shpëtoj dhe më në fund të bëj gjën që dua. Ti mund ta bësh tani një gjë që do, nëse nuk ta bën zemra të bësh asnjë gjë më në këtë jetë që ne kemi, është okay. Të kuptoj, thjesht nuk dua të kem një kufom në shtëpi. A do ishe ti e gatshme që ta nëse ai do thoshte për shembull dua të zhvendosem në, nuk e di, në Përmet ku isha unë. Për shembull aty mund të rija 1 muaj. Do ta lije ti, ai e gatshme, e mban dot shtëpinë ti? Le ta bëjmë kështu si perëndimorët. Ai thotë dua ta gjej dhe ndoshta gjej dhe biznesin atë, me agrokulturë, nuk e di. Unë Dalina gjithçka deri tani vetëm jam duke e bërë. Qartë. Dhe jam të bëj gatshme të bëj çdo gjë. Mjafton që ai të gjejë një mënyrë që ta rregulloj veten. Jam gati të bëj çdo gjë. I kam thënë edhe nëse do të kalosh ca kohë tek prindërit e tu, mos jetojmë më bashkë, edhe nuk është se do ndahemi, po thjesht nëse nuk të pëlqen më asgjë që kemi këtu bashkë. Nuk ta bën zemra, nuk ke motivim të ngrihesh edhe të ndërtosh gjëra me mua në këtë fazë të jetës. Të shtojmë më shumë, të zhvillohemi më shumë, nëse nuk ka lidhje më fare ajo që ti do me çfarë ne jemi në këtë pikë ku jemi, është okay, thjesht ma thuaj. Më ka thënë që jo, nuk ka lidhje fare, nuk ka lidhje me ty, ç'lidhje ka kjo? Unë thjesht dua që në të ardhmen mos jetojmë në një qytet, jetojmë diku më qetë, më larg shurma dhe kalamajt të rritën në një ambient ku di unë. Po çfarë më qartë thuaj ti, se ti unë e di çfarë mendon ti, po thuj patjetër të lëvizi, po fillimisht lëviz këtu brenda qytetit, që të lëvizësh jashtë qytetit apo jo? Pikërisht, por tani këtu ku jemi, ne jemi shumë keq. Dhe unë kam nevojë për ty tani. Dhe çfarë kam marrë në telefon është se unë nuk dua të mbledh vrerë ndaj atij, nuk dua të krijoj resentment. Jo, kjo është resentment, është tamam, është pjesë shumë e rrezikshme se pastaj aty është rruga. Po, jam duke e krijuar, unë ndjej. Po, është rrugë. E di çka ka diçka që ka ndodhur shumë historive, që ka lidhje me burrat që cilët nuk punojnë. Nuk është vetëm fakti që se kjo në fillim e filloi Anisa me derisa u zbërthye pak. Jo se burri kështu duhet të jetë, aty prandaj unë i thash direkt i bravo kat në djalli. Po mira i mban kalamajt, pse duhet të jetë burri kështu? Apo Anisa se ka dhe burra që janë shtëpi janë fantastik. Edhe gravo konvenon ajo sepse kanë pasionet e tyre, karrierat e tyre dhe thonë më mirë
të marrim një datë o kot edhe ta paguajmë, ose të jetë dy prindrit jashtë deri në orën 10 darkës, kush do ri me fëmijën, se duhet bërë të llogaritja. Kush ri me detyrat, kush e çon në teatr, kush e çon se ti ke 2 vjeç. Po llogarit se çalloj ditëlinët e kalamajve, jo makina me kurset, kush ri në trafik. Do të thënë, unë besoj nga eksperienca ime që një partner duhet të jetë. Por ajo ç'a është më e rëndësishme se kjo, edhe këto llogaritje kanë bërë grave, ka qenë llogaritje shumë të zgjuara që burri të rinte në shtëpi për gratë e karrierës, kanë qenë shumë të mençura. Por ajo ç'a të vjeni na dhe mendoj që është shumë tek meshkujt, është se mashkulli nga natyra fixes. Rregullon gjëra. E ka të vetën. Është dhe i këngë shumë e bukur Coldplay I'll Fix You. E kanë të vetën që të rregullojnë gjërat, ta menaxhojnë. Dhe kur tjetri nuk i jep dum, siç i themi, ne nuk e di thon tironësit apo kryesisht, siç themi në Shqipëri, kur nuk i jep dum, ajo është acarimi që kanë, që nuk i jep zgjidhje. Domethënë ke një njeri aty që kjo sa që vjen e shef si dikush që përveç se po mësohet dhe kjo është shumë e rrezikshme, nuk ka motiv. Çohet në mëngjes pa një motiv, nuk i jep zgjidhje diçka edhe po i zgjidh kjo dhe ky burr nga të gjitha anët dhe seksualisht pastaj dhe çdo gjë të bëhet mbaron, nuk e ke se vlla se ke. Si fëmia jo nuk e ke se dhe fëmia të lodh, pak në të lodh të jep ka ambicet e veta. Burr nuk e ke sepse as partner as të ndani gjëra. Po ajo që po kuptoj te kjo marrëdhënie është që ai në pasivitet po e drejton, ka një timon që po e drejton marrëdhënien, se thot unë dua këtë dhe ashtu po shkon marrëdhënia. Anisa që vazhdon me njëjtë atë role, kam edhe këtu çështjen e Anisës se sa mund të duroj në këtë marrëdhënie, se janë 4 vite që vazhdon e ngjashme në të njëjtën mënyrë kjo marrëdhënie dhe sa mund të zgjasë edhe më shumë, më tej shtohen dhe problematikat mes tyre si çift, po në çështjen personale, mes Anisës janë zhvilluar konflikte të dominante që shkojnë nga ndjenja e fajit, ndoshta tek pjesa e mbështetjes që krijohet me të, pra nuk e di këto përplasje që janë brenda saj se si mund të avancojnë më shumë nëse shkon. Po sikur ta lindë Anisa fare punën për shembull, që nuk e bën dot tani, po ta lindë dhe ç'do ndodh Anisa, po ta lieti punën sot. Thoje nuk mundem, s'po mesën biznesin, nuk kam lek. Dua të rinj shtëpi. Ai asnjë gjë, sepse unë kam kaluar edhe këtë. Kur isha në punë, por puna nuk është se gjeneronte të ardhura, sepse ishte baby steps në fillim, një kompani e re startup, kisha asnjë gjë. E di, po ai e di që ti ishe në punë dhe ti do ja dilje, sepse të ka parë që ja del. Jo, por e ka fjalën thua s'kam punë fare, për shkak të sigurt që puna ime do t'ja dilja dhe do ecte, asnjë në atë moment borxhe. Si prapë kam shlyerur. E kam provuar këtë, nuk është një opsion. Shiko, se këtu ka dhe një mungesë konsiderate të këtij njeriu që prandaj se është që nuk ai e drejton këtë marrëdhënie dhe me nevojat e veta, është pak qasje egoiste në këtë pikë. Vërtet, ai mund përfshihet në aktivitete të tjera, pra që e balancon pak marrëdhënien, por nuk janë mjaftueshme për ta vazhduar. Sepse këtu kemi një partner që është konstant duke menduar për sigurinë financiare. Ti nuk mund të heqësh dorë. Nëse unë heq dorë, varë kam pytet. Nuk ka. A ka pas momente që ke shkuar drejt asaj pikës ku të jepje fund marrëdhënies nga kjo situatë që është krijuar? Ka patur momente që jam ndjerë, sikur kam bërë gabim që jam martuar me atë. Po akoma nuk kam arritur në pjesën që po se ka dhe keqardhin ku ta lë tani ndoshta babain e fëmijës. Këta lloj meshkush do ndonjëherë të krijojnë edhe se ndjenjën e fajit e kemi ne, që e kemi dhe përmendim në çdo program që ne kemi lidhje me atë ndjenjë faj, po edhe ku ta lësh atë babain e fëmijës. Në këtë rast është bërë partneri si fëmijë. Është dinamik që prek direkt marrëdhënien intime pastaj. Për sa përket me raportit ton, unë dhe ai, shumë herë kur shkoj në shtëpi dhe pasi jam marrë me të gjitha gjërat, me të gjithë njerëzit rreth e rrotull, me fatura, sivira, taksa, nuk e di. Shkoj në shtëpi dhe jam e zauruar, nuk kam mbetur më asgjë në gotë tek mua. Edhe më në një shaka ose nuk e di, ka përgatitur diçka. Më nervozon. Nuk arrit ta shijoj. Nuk arrit ta marr dot si dhuratë, për shembull të kam gatuar diçka. Më duket sikur ai vakti ka ardhur në kurriz të gjithë lodhjes time të asaj dite që më është dashur të merrem me shumë gjëra. Është problema Anisa sepse ti e përmendë që po afrohem tek faza që është resentment, që është pak a shumë neveri. Edhe kjo është një fazë që shumë pak njerëz shpëtojnë nga kjo fazë. Ka shumë raste dhe Anisa nuk dua të përfshij ty, por ka shumë raste që ky resentment vazhdon shumë në raport me punën, derisa papritur gruaja kundërpërgjigjen në një gjë tjetër dhe që quhet e befasishme dhe përfundon në divorc të
mund të, nga që gruaja rritet ekonomikisht, shkëputet shumë, mund të përfundojë në tradhti nga ana e gruas, mund të përfundojë në, se di, domethënë në një lloj ftofje totale, pastaj përfundon papritur, ai njeriu zgjohet edhe përfundon në një divorc shumë të shëmtuar. Tash si mundet për shembull kur je në këtë fazë, ç'a të bëja Anisa? Që mos kaloj te faza tjetër. Daj të thot, ua po nga mrakjo ose ua si ma drodhi gruaja ose kupton? Nuk mund të përpiqemi ta mbajmë marrëdhënien nëse vazhdon kështu. Nga ana tjetër, nëse ai ka ende në mendjen e tij të ndjek ëndrrën e vet, të qëndrimit në shtëpi, të mos marrë akoma përgjegjësi, pra të mos bëj atë ndryshimin që Anisa po pret, pjesa e mllejfit që akumulohet është një shenjë pozitive për Anisën, sepse mllejfi do ta drejtojë të dalë nga kjo marrëdhënie nëse kjo vazhdon. Pra ndonjëherë këto ne emocione që etiketojmë negative ose ndjenjat negative janë pikërisht ato që na duhen për të lëvizur. Sepse po e thoja, 4 vitet janë duruar, nëse shtojmë dhe 4 vite të tjera, për shëndetin tonë nuk është absolutisht pozitive, sepse mllejfi që ajo akumulon mund të shkojë në drejtim të vetes dhe të përforcojë diçka që mund të jetë një shqetësim personal pastaj, që ato e diferencon nga partneri, por mendoje që bëhen dy persona pastaj që kanë çështje personale dhe që nuk mundet më të vazhdojnë përpara. Kështu që në këtë rast, nëse Anisa akoma është në gjendje të funksionojë normalisht, në gjendje emocionale apo edhe në aspekt pune, të ndjek atë që ka së brendshme, emocioni vet do e drejtoj se ku të shkoj. Kështu që të mos e marrë si diçka negative. E thash, ndonjëherë duhet të merret përgjegjësi nga ana e dy anshme që gjërat të ndryshojnë. Nëse ka edhe një këshill Anisa, sepse jemi në mbyllje, kemi edhe dy histori të tjera dhe ne kjo është një histori që morëm, unë kisha me shumë pasion të diskutoja këtë histori me ty, po ka dhe diçka, dhe kjo pjesa që theti nuk i them njeriut. Ky lloj izolimi që keti si bashkëshorti yt që ka izolimin e vet dhe izolimin tënd, unë ndonjëherë them që nga kjo hapja mëson diçka dhe mund të dali variante të tjera mendimi, edhe ndoshta edhe pune, nuk i dihet, ide të tjera. Kështu që ajo ka marrë juve në telefon sot, sepse duhet ta flisem njërisht edhe atë që flas. Nuk duket sikur jam unë e çmendur, sikur kam unë probleme që krijoj probleme. Jo, ka shumë histori të tilla, shumë. Megjithatë, unë di diçka nga eksperienca e shumë njerëzve që kam rrotull, ose ndoshta unë nga që kam qenë studente e mirë dhe kam denjur me studentë të mirë dhe studentët e mirë sot janë ato që kanë punuar, kanë këto problematika me dhe shumë meshkuj nuk e kapin dot fillin e jetës, siç kam dhe shok që ankohen për gratë e tyre, të jem e sinqert, por që nuk e kanë kapur dot, ndodhin diçka, e kanë lënë punën dhe nuk ja rikthyer më. Ose biznese kanë dështuar, bëjnë sa llogaritje që si jo thash, jo të gjithë mund të bëjnë biznese. Ndoshta ky nuk është njëri biznesi, është njëri për të punuar diku. Por në mes të këtyre unë kam pasur shkoj të punoj ku të doj. Po pra, nuk kam kulturasirë që ti do të jesh biznesmen, që ti jesh burri. Shiko, e di si është kjo puna, si ndonjëherë si puna e palestrës, që e fillon ashtu, 2 ditë pastaj ke i dasëm, pastaj 2 ditë tjera të ndodhi një hall në shtëpi edhe kur e shef pas 2 vjetësh shkon palestër prap. Kështu që edhe ky e ka ngrën pak. Dhe un kam mes pjesës që ti do ta ndash dhe pjesës që të shkosh tek pjesa e ndarjes, se kam përshtypjen që edhe duhet bëj edhe ca llogaritje kjo, jo biznesi ku ta lësh dhe ajo. Është dhe një moment aty ku gruaja bën një tentativë të fundit, them unë, gruaja mençur, siç ka histori, ku ti mund të shohësh dhe ti për shanse, sa ti thosh le të shkoj gjej vet. Se di, prandaj thashun kjo pjesa e graphic design që e bën me qef që çohet ta bën ty, mund t'ja bëj dhe 3 vetave që mund të njohësh ose po kupton, janë sa gjëra kështu të lezetshme që femra e ka kështu si pikë të fortë që i luan rrotull, ai se kupton nga erdhi. Por i vin. Në rast ai s'do, pastaj s'do tash i jepi durës dhe mbash. Ose qofshin inshallah ka trashëgimi. Inshallah i ardhi trashëgimi e madhe, a ka toka kështu? Mirë do ishte. Nuk është për mua vetëm ana financiare, se unë mos në një mënyrë tjetër do ja dal. Është thjesht nuk dua një njerëz që çohet të mëngjes edhe do të jap unë parat për të pirë një kafe të blej. Pra e di, thashun atë që s'kam, si jep dum, po. Po, arsye pse unë kam ngecur kështu ku kam ngecur dhe nuk është se bëj dot ndonjë hap të madh drastik. Është sepse në gjithçka tjetër është djali me të cilin jam martuar. Ai baba shumë i mirë, shumë i respektueshëm, me familjen time, me familjen e tij. Familja e tij është shumë e mirë, nuk kam asgjë për të thënë. Vlerat që ai ka, mohabetet që bën, është okay. Është vetëm kjo gjë që
sa vjen dhe zmadhohet edhe eklipson çdo gjë tjetër të mirë që ai ka. Kam filluar në mënyrë të pavetdijshme mos ta shikoj më se sa fani është, sepse jam shumë e lodhur ta parë sa fani është, ose ka kohë që nuk e shikoj, nuk e vlerësoj më sa muhabete të thella bën, se më duket shumë i ngeshur, prandaj bën muhabete të thella. Domethënë pas çdo gjë pozitive që ka pasur, unë tashmë ai vreri im, ai resentment ti ka filluar t'ja minimizoj dhe nuk më pëlqen. Unë vetë si natyrë, nuk e di, kam pak këtë krenarin, nëse arriti se do ndahemi, unë ndahem vërtet. Kur të arrijë ai momenti, nuk e them dot tani, më vjen deri ngryk dhe nuk e them dot që po punove dhe do ndahemi. Shika, jo, mos e ço kaq shpejt aty, se edhe si shumë shpejt po e çojmë të gjithat muhabet aty. Çështja është që ai nuk është çështja apo punon apo s'po punon, po çështja është a mundet ai të dalë nga kjo gjë ndonjëherë që ta bëj renditjen e gjërave. Dhe më duket se nuk e ka të mundur ta bëj vetëm këtë punë. Me sa kuptoj bën rezistencë punës terapi ose punës për të marrë ndihmë. Po pa dashur Anisa ka krijuar ato kushte që ai ta lulëzoj këtë sjellje. I ruan burrërin. Po. Anisa, unë besoj që është koha që të mos merresh me burrërinë e ti sa burrësh, është merret me zgjidhjen e martesës, se çfarë do bësh. Është motivimi më të madh, është të shohësh se sa orë punon ti në ditë edhe sa fatura paguan dhe thuaj unë jap të, bëj atë listën, ndoshta mund ta bësh atë listën që çfarë jep ai, çfarë jep ti. Presionin që mund të marrë nga gruaja, një burr për shembull, një grua që rritet ekonomikisht. Presioni ose mund ta bëjë që ai të bëhet hiperpunëtor, që e shton punën që të qëndrojë gjithmonë atë piedestalin pak më lart, ose bie në një lloj paralize që e bllokon komplet. Mund të jetë një krizë identiteti që nuk po merr dot zgjidhje dhe prandaj aty qëndron gjithë çështja që ka bllokuar dhe marrëdhënien tuaj. Ka dalë çik pension si herët ai çun. Anisa, unë falenderoj shumë, faleminderit që e ndave këtë. Inshallah, duke qenë se është hera e parë që e ndan, inshallah të kem ndihmuar një çik, sepse neve këtu nuk japim dot zgjidhje, po të mundohemi me pyetjet tona dhe ndërhyrjet e Jonës që të kuptosh dhe ti gjëra, por ti dukesh që ke kuptuar xha, nuk është se erdhe pa përgatitur. Okej, të falenderoj shumë Anisa.